Sot me një ceremoni rasti u vogur themeli i Kodinës që do të jetë në shërbim të shoqatës Esnaf, ku me këtë rast ishin edhe kryetari i komunës Shaqir Totaj, nën kryetari Kujti Mugashi, drejtori i turizmit dhe zhvillimit ekonomik Ramadan Tarashaj, kryekonsulli i Turqisë në Prizren Xhelal Dojan, ministri Damka dhe shumë mysafir e zejtar të Prizrenit. Fillimisht të pranishmit i ka përshëndetur kryetari i shoqatës Esnaf Varis Xhejlani, i cili tha se sot bashkë me ministrin Damka dhe kryetarin Totaj po i vendosim kur themelin për shoqatën Esnaf, kurse kjo shoqatë edhe në të ardhmen do të bëjmë më shumë për zhvillimin ekonomik të qytetit. Ministrin Damka dhe kryetarin Totaj jemi tu e vënë kur themelin e shumë pritur të shoqatës Esnaf, ku përmes mediave falenderoj edhe kryetarin edhe ministrin që kanë marrë premtimet që kemi biseduar edhe më herët. Po ashtu Esnafi në këto ambiente si e ka kryer punën deri tash qysh është mas mirti, edhe besoj që në këto ambiente çu shpesh shifni edhe ju vetë do të bën një punë jashtëzakonisht të mirë për të mirën e zhvillimit ekonomik të qytetit. Pra, unë nuk dua të flas më shumë, edhe një herë desha të falenderoj kryetarin Totaj përzemërsisht edhe ministrin Damka për kontributin që kanë dhënë në këtë drejtim. Kryetari i komunës Shaqir Totaj me këtë rast tha se në një farë mënyre jep vlerë të shtuar qytetit të Prizrenit. Ne si komunë kemi pasur obligim të japim këtë ndihmë për zhvillimin e shoqatës, e tash bashkë me ministrin po ndihmojmë dhe për këtë bashkëpunim i cili do të ketë shumë suksese. Organizatat e bizneseve të cilat në një farë mënyrë jep një vlerë të shtuar qytetit të Prizrenit, komunitetit e bizneseve. Edhe në këtë kontekst, na si komunë kemi pas përkushtim që të japim kontribut për zhvillimin e shoqatës. Kjo u bë mundshme nga bashkëpunime me ministrimin, dhe kjo është një tregues që sa që bashkëpunojmë bashkimi më të fortë dhe të bëjmë projekte më të mira dhe më serioze. Kështu që falënderimet edhe për kontributin e ministrisë, edhe për punën që e bën shoqata, kurse komuna e bën pjesën e vet të punës, sepse tek e fundit kjo zhvillohet territori të komunës Prizrenit, dhe jam i sigurt se objekti i ri do të krijon kushte më të mira për punë më të suksesshme të shoqatës Esnafit, duke dhënë një kontribut për zhvillimin e biznesit në territorin e komunës Prizrenit. Dhe kjo është veç fillimi, për shkak se punë tjera që do të ndodhin këtë vitin e ardhshëm do të jenë hala më të mëdha, hala më të mira. Të gjitha ato do të realizojmë në bashkëpunim, sepse bashkë kemi më të fortë. Ministri Fikrim Damka sot është një ditë e veçantë për Esnafin dhe për Prizrenin. Sot është një ditë veçantë edhe për mu, edhe për Prizrenin, sidomos për vendin tem që të investohet për Ministri i Zhvillimit Regional për një qendër, për një objekt që do të shfrytëzohet për nevojat e zejtarëve të Prizrenit. Prizreni dihet për zejtarin, për filigranin edhe për zejtar tjerë, ashtu që besoj se ky projekt do të ndihmojë që të zhvillohet edhe më tutje me profesionistët, me sipërmarrësit që të zhvillohet edhe ekonomia e Prizrenit dhe ekonomia e Kosovës. Jam kënaqësi që bashkë me kryetarin e komunës sot të vendosim për themelimin e këtij objekti. Kjo qendër do të jetë një streje shumë bizneseve dhe zejtarëve të qytetit të Prizrenit.